Pamja e Kiarës tronditi rrjetin, por ishte Luizi ai që ja vuri kapakun. Kiara Tito i ka lënë të gjithë pa fjalë me paraqitjen e saj gjatë nisjes së sezonit të ri të emisionit Portokalli. E veshur me një fustan elegant ngjyrë ari, të zbukuruar me detaje vezulluese, moderatorja u shfaq rrezëllitse në skenë, duke tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut. Por jo vetëm publiku u mahnit nga pamja e saj. Edhe bashkëshorti i saj, këngëtari Luiz Elli, nuk mund të rinte pa reaguar. Ai ndau në rrjetet sociale një foto të Kiarës, të shoqëruar me një dedikim të ndjerë. Edhe se është kohë e keqe, furtunë dhe shi, prap fal teje të vërri gjam. Ky mesazh i ëmbël i ka emocionuar fansat, të cilët janë mësuar tashmë me mënyrën unike të çiftit për të shprehur dashurinë, gjithmonë me sinqeritet dhe ndjenjë. Kiara dhe Luizi janë një nga çiftet më të dashur për publikun shqiptar. Ata janë bërë prindër të një vajze të quajtur Luna, që po rritet mes dashurisë së dy prindërve dhe përkrahjes së madhe nga ndjekësit e tyre. Ndërkohë, Luizi vazhdon me projektet muzikore dhe koncertet nëpër Shqipëri dhe jashtë saj, ndërsa Kiara është fokusuar te sfida e re si moderatore në Portokalli, ku her pas here shfaqet edhe në skeqe humoristike.